Në kuadër të ditës botërore të refugjatëve në Bashkinë Dropull u zhvillua një aktivitet sensibilizues me pjesëmarrjen e të gjitha institucioneve përgjegjëse. Gjatë takimit u theksuar rëndësia e bashkëpunimit ndërinstitucional për garantimin e të drejtave dhe mirëqenies së refugjatëve si dhe integrimi i tyre në komunitet përfaqësues të institucioneve. Folën për sfidat dhe progresin e bërë ndër vite. Është një ndër vendet, do të thoshja, më avangard në pritjen e refugjatëve, në mbështetjen e refugjatëve, në integrimin e tyre në jetën ekonomiko-sociale të Shqipërisë. Dhe ka disa arsye pse ndodh kjo gjë. Spari, shqiptarët në shekuj kanë qenë një popull migrator që kanë lëvizur vetë për shkak të rrethanave historike, në Greqi, Itali dhe shumë vende të tjera, deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Australinë e Largët. Dhe së dyti, edhe për shkak të një dimensioni shumë të rëndësishëm që populli shqiptar e ka kultivuar ndër shekuj. Veçanërisht rajoni jugor i Shqipërisë, atë që quhet dimensioni i pranimit të tjetrit, është një gjë shumë e rëndësishme, është bazike, është thelbësore për të gjithë psikikën dhe mënyrën e sjelljes të komunitetit të rajonit jugor, por dhe të gjithë shtetit shqiptar. Hajde prometi, ulun. Është shumë e rëndësishme të kuptohet ky koncept bazik i pranimit të dimensionit kulturor, etnik, fetar të tjetrit. Nëse e shpërndajmë pak vëmendjen dhe e çojmë në Europë dhe në botë, të gjitha konfliktet, të gjitha luftrat që bëhen, kanë në thelb pikërisht këtë gjë. Mos pranimin e dimensionit kulturor, fetar, etnik të tjetrit. Lufta në Ukrainë, në lindjen e mesme dhe të gjitha konfliktet që janë rreth e rrotull. Shqiptarët, për fat të mirë, dhe sidomos rajoni jugor, e ka pasur këtë një nga dimensionet më të rëndësishme të bashkëjetesës, të ekzistencës të saj në shekuj. Ju e dini shumë mirë që në rajonin jugor kanë bashkëjetuar shqiptar, minoritar grek, komuniteti arumun, komuniteti egyptian, komuniteti rom, komuniteti hebre dhe shumë komunitetet tjera deri dhe komunitet serb. Dhe në asnjë rast nuk ka pasur përplasje për shkak të etnisë, për shkak të përkatësisë, për shkak të kulturës dhe të gjithë zakoneve që këto komunitete mbartin. Nisur pikërisht nga kjo gjë, Shqipëria është sot një vend i nderuar në arenën ndërkombëtare. Dhe në këto të paktën 15 vitet e fundit, ne jemi dëshmimtar të pritjes të refugjatëve të ardhur nga zonat e luftës, duke filluar nga Afganistani, Irani dhe deri vende të tjera të lindjes. Shqipëria ka pritur me respekt dhe nderim, i ka mbështetur në solidaritet të plot të gjithë refugjatët që kanë mbritur në Shqipëri, sepse motivet e shtetit shqiptar janë të tilla. Edhe sot, politika e shtetit shqiptar është një politik e mikpritjes të të gjitha atyre që për shkaqe nga më të ndryshmet lën vendet e tyre, lën tokat e tyre, lën shtëpitë e tyre, lën familjet e tyre dhe emigrojnë për shkaqe nga më të ndryshmet. Është shumë e rëndësishme që kjo gjë të kuptohet nga të gjithë ne. Për të mbritur tek ajo fjala kyçe, tek ajo fjala kod, solidaritet me këta refugjat që ne i kemi dhe i presim në pikalimet kufitare,
por her pas here edhe përmes marrëveshjeve dhe protokoll marrëveshjeve të nënshkruara midis shtetit shqiptar dhe shteteve të tjera përgjegjëse për refugjatët. Në këtë kontekst, marrëdhëniet e institucioneve shqiptare me UNHCR-n, misionin e OKB-s në Shqipëri, me të gjitha agjensit ligjzbatuese, me drejtoritë rajonale të ufirit dhe emigracionit, me bashkitë për qendrat e pritjes, siç kemi rastin në Kakavije, me të gjithë faktorët dhe aktorët të cilët ndikojnë jo vetëm në pritjen e tyre, por dhe në rehabilitim dhe më pas në integrim në jetën socio-kulturore dhe ekonomike shqiptare. Është shumë e rëndësishme që ne të krijojmë këto kushte, spari duke respektuar konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, dhe së dyti, për të bërë detyrën tonë si qytetar të Europës, si qytetar të një vendi demokratik që aspiron për të shkuar në Bashkimin Evropian. Sot jemi mbledhur këtu në kuadër të forumit për ditën botërore të refugjatëve. Një ditë që na kujton detyrimin dhe përgjegjësinë tonë njerëzore për të qëndruar pranë atyre që kanë qenë të detyruar të lënë vendin e tyre për arsye lufte, dhune apo përndjekje. Në Bashkinë Dropull kemi një rast konkret dhe domethënës kemi Muhamedin ose Panajotin, që i themi ne në Dropull, një refugjat i cili ka treguar shembullin e një qytetari të ndershëm, të përkushtuar dhe të integruar plotësisht në jetën e komunitetit tonë. Në zemrën e Dropullit, një komunitet i njohur për kulturën, traditat dhe shpirtin e hapur të njerëzve të tij. Panajoti ka gjetur jo vetëm shtre, por edhe një familje të ditë. Komuniteti lokal e ka përqafuar me ngrohtësi dhe dinjitet, duke i hapur djert e shtëpive, duke ofruar mbështetje, besim dhe mundësi për të ndërtuar një jetë të re. Nuk ishte thjesht një akt ndihme, ishte një shprehje konkrete e vlerave që na bashkojnë si shoqëri. Falëmbështetje së bashkisë, fqinjve dhe miqve të rinj, Panajoti ka arritur të integrohet njësisht në jetën lokale, të punoj me përkushtim dhe të kontribuoj në komunitetin që e pranoj si një të vetin. Të dashur miq, kjo histori nuk është e vetme, është një shembull i gjallë se si shoqëria e Dropullit vazhdon të ruaj vlerat e mikpritjes dhe të tregojë në praktik se respekti ndaj njeriut nuk njeh kufi, gjuhë apo kombësi. Le të jetë kjo frim udhërëfiese për të ardhmet tonë të përbashkët, ku çdo njeri i ndershëm të ndihet i sigurt dhe i vlerësuar. Ka bërë të mundur e ardhin e shumë punëtorëve, themi emigrant nga vendet të tjera, që dita ditës poshtohen. Themi që puna jonë deri tani ka qenë goxha e mirë, me gjithë mirë kuptimin e gjithëve, edhe ato tyre që janë nevojë e kanë ndjerë dhe respektin e detyrës që ne kryejmë. Kemi filluar prej shumë vitesh nga ndryshimet ligjore për t'ju dhënë statusin dhe për t'ju dhënë dokumentacionin e kërkuar dhe për t'i angazhuar pastaj si gjithë qytetarët shqiptarë në vazhdimin dhe dhënien e këtyre shërbimeve. Do me thënë, duhet kuptojmë jo vetëm sfidat e kësaj kategorie, po në sloganin e OKB-s në këtë vit ka qenë edhe fjala mikpritje, gjë që më bëri shumë përshtypje, sepse dhe ne shqiptarët e përdorim fjalën mikpritje, është fjala jonë, si të thuash,
në qasjen që kemi ndajtu huajve mysafirëve, pra këta njerëz ne do t'i shikojmë jo thjesht si njerëz që kanë vështirësi, që kanë pas vështirësi në vendin e tyre, që kanë nevojë për ndihmë, por edhe ti mikpresim si mysafir dhe ti ofrojmë të gjithë shërbimin tonë. Ne si Drejtoria e Shërbimit Social mbështesim kategorinë, kemi bërë vlerësime për fëmijët të cilët kanë qenë në situata rreziku, kryesisht për emigrantët që duan të kthehen atje me indicie të shërbimit social shtetëror dhe shikojmë nëse situatat e tyre janë të përshtatshme. Për sa i përket ndihmës ekonomike, ne marrim njoftime vazhdimisht nga njësitë për persona të cilët janë rikthyer nga emigracioni dhe janë aplikant, por unë sot nuk do të sjell statistika sepse këto raste i kemi të pakta. Gjithashtu është edhe një ligj shumë i mirë, sipas cilit personat që rikthehen atje për arsye të ndryshme, spari duhet të regjistrohen në zyrat e punës për të figuruar si punë kërkues pa punë dhe pastaj të gjithëve prej andej në këto sportele, në sportelet e bashkisë, shërbimeve sociale i ofrohen të gjitha këto mundësi. Do doja sot të flisja dhe unë si kryetari i bashkisë me raste konkrete, sepse prej vitesh kam qenë dëshmitare që qoftë refugjatëve ju janë krijuar mundësi që nga ndryshimet ligjore që e përmenda që ju janë krijuar mundësi për të marrë dokumentat e azilit, se pastaj mund të përfitojnë shërbime, por edhe njerëzit tanë të cilët janë rikthyer me arsye të ndryshme në Shqipëri, si për shembull prindrit e vetmuar apo persona të cilët janë kthyer për shkak të krizave në vendet e tjera, kanë investuar këtu, kanë krijuar familje si shta kryetari. Kemi rastin e një biznesmen Gjirokastë, për shembull, i cili prej vitesh, nuk dua të përmend emra, e njohin të gjithë, i cili prej vitesh investoi dhe është një nga sukseset sot më të rëndësishme. Janë sukses për vete, por janë edhe kontribut për komunitetin tonë lokal, prandaj është detyra tonë që ta mbështesim këtë kategori, jo vetëm me shërbime, jo vetëm me sjellje korrekte, por edhe me mikpritje njerëzore dhe me dashurinë që kemi ndaj tyre. Prefekti i Qarkut të Gjirokastrës ka qenë gjithmonë i interesuar për trajtimin e kësaj kazuse kaq të rëndësishme në prefekturën e Gjirokastrës. Njëkohësisht kryetari i bashkisë së Dropullit gjithmonë ka qenë i disponueshëm për t'u përgjigjur nevojave dhe shërbimeve, jo vetëm që i ka ngarkuar ligji, por edhe në pjesën humanitare të vetën. Çfarë është refugjati në fund të fundit? Refugjatët nuk janë barë për shoqërinë, ata janë njerëz, ata janë prindër, vëllezër, motra, fëmijë, të cilët nuk zgjedhin të largohen nga vendi i tyre për një jetë më të mirë, por zhvendosen, janë të detyruar. Shqipëria ka një traditë jo vetëm në pritjen e refugjatëve, por njëkohësisht ka një traditë edhe në pjesën cilën prodhon refugjat. Pra, vetë shqiptarët, në momentet të caktuara historike, janë detyruar të largohen. Shqipëria ka aderuar në Konventin e Gjenevës, njëkohësisht edhe në protokollin e statusit të refugjatit. Njëkohësisht shteti shqiptar është duke punuar ngushësisht me partnerën ndërkombëtar për të përafruar legjislacionin me atë të Bashkimit Evropian, siç dihet kapitulli 23-24 janë të hapur dhe sigurisht që është duke punuar për të përmbushur këto detyrime. Unë do doja të sillja në këtë tryez disa shifra, të cilat nuk i referohen vetëm Shqipërisë, por edhe më gjerë në botë. Janë rreth 123.2 milion të zhvendosur për vitin 2024. Edhe nëse do ta konvertojmë apo krahasojmë 1/67 persona, i bie që të jetë i zhvendosur, pra në nevojë të mbrojtjes ndërkombëtare. Refugjatët janë njerëz dinjitos, janë profesionistë, janë mësues, mjek, arkitekt, të cilët kontribuojnë në shoqëri. Ajo që është e rëndësishme është gjithë përfshirja. Modeli më i suksesshëm, jo vetëm në prefekturën e Gjirokastrës, por edhe më gjerë, është rasti në Bashkinë e Dropullit. Muhamedi është mirëpritur, është integruar, është përfshirë. Ne kemi ndjekur shumë ngushtë, shumë nga afër, jo vetëm në nivelin e prefekturës Gjirokastër, por edhe në nivelet të qeverisë qendrore, që është Ministria e Brendshme, i cili është institucioni kryesor që është Drejtoria e Azilit, që bën procedurat e njohjes së statusit të refugjatit. Ata tashmë janë pjesë e familjes tonë të madhe dhe ne nuk i konsiderojmë më si emigrant apo si refugjat, por i trajtojmë si pjesë e familjes tonë dhe ata kanë një përfshirje të gjithanshme, sigurisht që nuk kanë probleme gjykësore sepse ato tashmë janë të kaluar,
po ata janë dy nxënës, të cilët marrin pjesë aktive edhe në aktivitetet artistike dhe kulturore, duke qenë kështu pjesë e përcjelljes së trashëgimisë tonë kulturore. Ne e kemi pamundur që këto kategori të ndikojmë që këto kategori të qëndrojnë në shtëpitë e tyre, po padyshim që kemi shumë të realizueshme të krijojmë një klim pozitive, një klim gjithëbërfshirëse. Lidhur me sistemin arsimor, unë e them me krenari këtë pjesë, sepse ne kemi një bazë ligjore të konsoliduar për përfshirjen e këtyre kategorive dhe për ndjekjen dhe ecurinë e tyre në dinjësi. Duke krijuar lehtësi të tipit hapësirë në dokumentin ligjor deri në momentin e sigurimit të tyre, pra ata nxënës pavarësisht dokumentacionit që zotrojnë, regjistrohen në mënyrë të menjëhershme në institucionet tona arsimore, padyshim që brenda institucioneve arsimore për të saktësuar faktat që sa Magda nuk konsiderohen mësues ndihmës, por janë plane pune specifike për këto kategori, të cilat ndihmojnë edhe në përvetësimin e gjuhës në cilën ata do të kryejnë tashmë arsimimin e tyre, por në të njëjtën kohë edhe me mbështetje psikologjike për të siguruar një mirëqenie emocionale dhe mirëqenie edhe fizike brenda institucioneve arsimore, duke komunikuar në mënyrë të vazhdueshme në gjithë kategorinë pritëse, mësues dhe nxënës, për të treguar atyre se sa vlerë ka ajo që ne e kemi traditë dhe e përmendim shpeshherë në mburje, mikpritja, dhe janë rastet ideale për të treguar që krahas kësaj bazës ligjore, të cilën ne kemi detyrim institucional për të zbatuar dhe respektuar, është edhe pjesa tjetër pastaj e natyrës shqiptare, që përgjithsisht ne nuk është se çdo herë jemi empatik, por të paktën me këtë kategori jemi treguar realisht empatik, duke i bërë pjesë tonën, dhe derisa arrim në fazën që nuk i quajmë më të ardhur. Një rast që pasqyron integrimin e suksesshëm të refugjatëve është ai i Muhamed Dahut nga Siria, i cili prej vitesh është vendosur në Dropull dhe ka krijuar familje me një banore vendase, duke u bërë pjesë e komunitetit dhe jetës sociale të zonës. Shumë mirë, domethënë, shumë mirë. Ka marrë dokumenta shqiptar, me pasaportë shqiptar, në rregull, jemi shumë në rregull. Kam hapur biznes me dur alumin me hekur dhe me saldimet dhe shikir. Ky aktivitet synoi të promovojë solidaritetin dhe ndërgjegjësimin për situatën e refugjatëve në një ditë që kujton sakrificat, por edhe shpresën për një jetë më të mirë.